Okej, Nacho, edhe Nacho se mund t'jetë Nacho, si t'jetë asnjëherë. Atëherë, mëngjesi dhe shpresoj që t'jeni mirë. Ky ndryshimi i orës na çorienton gjithmonë çik, po këto ditë e para sa të marrim veten është më se okej. Pëlqen fakti që tani jemi akoma në errësirë kur dalim, derisa çelet më vonë, normalisht dita është sjatër. Për sa i përket stërvitjes, nuk është se kanë bërë ndonjë ndryshim, është po njëjta stërvitje, thjesht përpiqemi që përparojmë nga hera e fundit. Kaq, nuk po zgjatem më. We got gym. Okej, herën e fundit tu me 100 arritëm që nxirrim 4 përsëritje. Tani normalisht jemi çik pa gjumë me këtë çorientimin e orës, por do synojmë pak në top set që të kapim 5 përsëritje. Që warm-up setet i lëm siç ishin edhe përgatitemi për top set. Shpresoj që të paktën mos dëmtohemi, meqense jemi me pak orë shumë bankët. Here we go, Nacho. Një warm-up set. Okej, shkriftohemi akoma. Okej. Warm-up set dyshi, here we go. Bëjmë edhe një feeder set që i më rëndë dhe pasaj mendoj që jemi gati për top set. Bëjmë edhe këtë feeder set dhe pasaj kalojmë top set. Okej, mendoj që jemi gati për top set. Okej, po që nevoja që të gënjej, nuk është se ndihem fort confident që mas e kap dhe 4, jo me që të bëjt 5, se normalisht nuk është se jam i shlodhur mirë. Na ndryshoj qik rutina. Gjithsesi, provojnë paktën të kapim 4 përsëritje, s'ne ishe keq, dhe me shpresë që ta mposhtim për një më shumë kësaj here. Here we go, Nacho. Nope, thash që se kishim. Okej. Normalisht, si që thash, jam me pak orë gjumë dhe nuk është se ndihemi shlodhur. Që sot ka qenë regresi pa parë, po që normalisht herës tjetër dhe përpiqemi që ta mposhtim. Kaq, kalojmë tek cable chest flies. Masi të ngrej edhe një këtë gjë. Okej. Kalojmë te chest flies, si që thash, normalisht ju do thoni, zakonisht je bën një back off set kur nuk nxjerr maksimumin te një nga ushtrimet. Nëse do thoya që ishe maksimumi im, po thjesht nuk jam i shlodhur siç duhet sepse jam me pak orë gjumë. Edhe nuk dua ta rrezikoj shumë edhe këtë pjesën, se mas edhe dëmtohesh meqense s'kemi filluar mirë. Kështu që edhe këtu e njëjta gjë, meqense herën e fundit kapëm 50, me 50 kapëm 6 përsëritje. Nuk mendoj që do t'i fus 55, se normalisht nuk i fus dot as 2.5, kështu që po e marr 50, kap paktën 8 përsëritje pastaj ta rrisim, ose e bëjmë sa herë me 50 edhe herës tjetër e rrisim kur të ndjehemi më të shlodhur. Kështu Nacho, bëjmë një warm-up set.
Okej, mendoj që jemi mjaftueshëm të zemër. Kalojmë top set. Okej, synojmë për 7 përsëritje me 50 sa herë, meqense nuk e rrita një 5 që më shumë. Praktikisht duhet arris me 2.5, po kjo makineria nuk lejon se ka atë llamarinën dhe s'musim do të pesha nga jashtë. Kështu që, here we go, Nacho. Synojmë për 7. Shit. Stretching që e ka kjo gjëja, nuk e di se ka makineri tjetër, për ne pëlqen, e hap shumë mirë qaksin. Qa kemi tani? Ladder ride races? Kalojmë ladder ride races. Në rregull, i fusim një. Bëjmë edhe një set në zemje, faktikisht, që një ca set në zemje, edhe se kalojmë top set për që. Here we go. Holy shit. Okay, gati për top set. Okay, herën fund me 45 të nëzorëm 4 përsëritje. Tani normalisht me gjendjen e sotshme nuk e di e përpara do apo jo. Po të paktën synojmë që të kapim po prap 4 përsëritje, mos bëjmë regress siç bërëm atje. E më mirë mundshme normalisht ta përparonim. Thjesht kjo gjë është çik weird se për shembull sa do i fort mund të jesh në shtytje të supeve të lartë, je i fort pak a shumë në një makineri, sepse atë ke zotruar. Dhe normalisht kur ndryshon makinerinë që sado që është për supe të lartë, prap nuk mund të ndihesh aq i fort sa ç'ishte tek ajo më përpara. Që sa të na mësojnë çik ato lidhjet neuronesh, dhe si mund të thuhet shqip, neuron patterns. Nëse kuptohet ideja. Here we go, Nacho. Synojmë për 5. Me sforca ishe ke. Fuck. Ndjevën dhe qik plagë, nëse s'ka gjë. Whatever. Pak dhe më përparë më për që. Nuk do t'isha ashtë nuk e shumë mëse. Tani kalojmë ladder ride races, se çfarë nga truam. Okay, Nacho. Duket herën e fundit tu arritëm të nxjerrim 6 përsëritje, por që nuk po e rris peshën kësaj here, në mënyrë që paktën deri diku dhe teknikat standardizohet më mirë, kështu që me shumë mundësi kam për të arritur të kap 8 përsëritje këtu. Edhe kështu. S'ka warm up set, kalojmë direkte top set. Okay, shlodhemi qik edhe bëjmë dorën në majtë.
Okej, jo keq. Shlodhemi, bëjmë edhe back off set. Okej, back off setin e kaluar i nxjerrën 4 përsëritje. E mirë do ishte që të përparon me një përsëritje. Kësa herë filloj me të majtën. Here we go. Okej. Shlodhim pak, kalojmë dhe djatha. Okej, kalojmë T-bar row. Okej, bëjmë duse të nxehemi si zakonisht tu. Edhe kalojmë top set. Okej, gati për top set. Okej, tani normalisht herën e fundit nuk arritëm të përparonim dot tu se kjo gjë është e rëndë. Po nuk ndihem as sot gati që të përparojmë. Që të paktën synojmë kapim 5 si herën e fundit, edhe po qese në një mrekulli e mundshme të ndodh të kapim 6-ën. Here we go, Nacho. Top set. E kismet herës tjetër. Sot s'kishe shanse gjithsesi. Bëjmë një working set tjetër, ose back off set. Okej, herën e fundit back off set arritëm nxjerrim me 80 4 përsëritje, synojmë paktën të nxjerrim një më shumë se herë, s'do ishte keq. Shit. Okej. Kalojmë lat pull down. Okej, bëjmë edhe këtu një 2 set e nxehmi, edhe pastaj kalojmë top set. Okej, bëjmë edhe një feeder set. Okej, gati për top set. Kena që herën e fundit të bërëm në 102.5. Se në paktën normalisht kapim më shumë donë se sot tash nuk është dita jonë. Po të paktën kapim 5 përsëritje, jemi të lumtur, mos bëjmë regress si te para që na iku truri.
mund të ketë qenë fakti që s'u nxeha mirë. Banese. Herë tjetër, synojmë për më mirë. Edhe ajo pjesa ishe paka shumë, po nëse e lëm, bëjmë back offset. Okej, Nacho. E në fundit të ky working set 2 ose back offseti, në 95 nxorëm 6 përsëritje. Normalisht synojmë të kapim po prap 6 përsëritje, edhe po si kapëm nuk ka problem. Rëndësika që mos me më rigres si gjithmonë. E shpresoj që javës tjetër të jemi top form. Okej, që të kalojmë triceps push down. Këna që bëjmë një set të nëzemi këtu, përsa kalojmë 2 working sets. Okej, gati për top set. Okej, herën e fundit me 85 arritëm që të nxjerrim 6 përsëritje. Normalisht, sipas kalimeve që kam bërë çdo herë, bie që të arrisim me një 2.5 që kësaj here. Mirë po, çështja është nuk e gjën se sot, siç e kam thënë 700 herë para kësajt, nuk është se jam më smiri, nuk kam për të arritur peshën, thjesht synojmë për i përsëritje më shumë, nëse isha keq. Here we go, Nacho. Upset. Nope, s'kisha shanse. Jo vetëm që s'ka do të gjesh, po dhe 4 ngora. Thash, today, it's not my day. Edhe që qysh zotit, s'po në ndodh në i dëmtim se edhe ajo në dueshe. Nese, bëjmë edhe i back offset, e ullim qik peshen dhe gallim preacher curl. Okej, e ulla fare këse herë, nuk ulla fare. Thjesht qava në 70, pak të nësinojmë që të nxjerrim edhe këtu 4 përsëritje, edhe kalojmë të preacher. No, e ulla më shumë se që duhet. Mendova sigur se kisha ata, nese, whatever. 8. Herës tjetër normalisht do përpiqemi që ti përparojmë jo 70, po 85. Kalojmë preacher curl. Okej, Nacho, bëjmë edhe këtu një set nxemje, edhe pastaj kalojmë 2 working sets. Gati për top set. Okej, në shërën e fundit normalisht në top set bërëm me 75, 5 përsëritje. Mirë po,
Çështja është që duke qenë se jemi të lodhur, nuk besoj që ta përparojmë pak, ne synojmë edhe këtu të kapim 5 përsëritje. Here we go. Nope. S'është. Okej, lodhemi çik, bëjmë i back up set, dhe me kismet ma se bëjmë i posing. Okej, seti final për sot. Back off setin e fundit tu bërëm në 72.5 me galerit e nxjerrni 4 përsëritje. Synoj mos bim nga ato 4 përsëritje dhe sot. Here we go, Nacho. Okej. Normalisht do kisha qef që të bëja edhe një pump check e një gjë kështu. Po thjesht çështja është që sot nuk ishe maksimumi. Maksimumi thash, po nuk isha në atë gjendje që kam qenë gjithmonë. Kështu që ikim, bëhemi gati edhe shihemi tani në kuzhinë. I kisha fjalën faktikisht shihemi workoutin e tjetër, por që shihemi tek videoja që do jetë sot në kuzhinë.